Mirëmëngjesi, javë të mbarë, përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Rrezë e Diellit, kënaqësi që takohemi së bashku në këtë fillim jave, uroj të jetë sa më energjike dhe sa më e bukur për të gjithë ju. Ne sot do të flasim për vetit kuruese, shëruese të një bime shumë të bukur, shumë të veçantë dhe shpërthyese me të gjitha benefitet e saj. Mbi të gjitha na ndihmon shumë për qarkullimin e gjakut, për pastrimin e arterieve dhe për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Bëhet fjalë për hibiskus, se çfarë vlerash të tjera ka hibisku dhe si duhet të përdoret dhe si duhet të kombinohet edhe me bima apo çajra të tjera në fuqizimin e gjendjeve të ndryshme shëndetësore, na ndiqni, do të jemi me doktor Ylli Merjan. Ndërkohë do të shkojmë në kuzhinë, aty na pret Albana për të filluar menjëherë me recetat e ditës së sotme, sepse dihet që gatimi është i vetmi art që ne të gjithë e shijojmë me të gjitha shqisat. Mirë se të gjeta, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po ku ka luks më të madh të vish ta gjesh kafe gati. Do të thënë, e bëre vetë apo ta bën? Me thënë drejtën ma bën. E kuptova, se po ta kishe bërë vetë, do kisha dhënë një filxhan kafeje. Na duhet për energjinë që Nusja i duhet dhe Vjera. Kjo është. Marrëdhënie më të mirë se që ka me Vjerën, mashallah, mos marr më sysh. Edhe ma ka bërë kafe dhe ja kam bërë. Mos e thuj kështu si... Jo, nuk e thash, absolutisht jo. Okej. Nuk kam probleme të tilla, unë nuk kam fare. E do apo jo një kafe, tani apo e do pastaj. Si ma do moj, si ma do, e si ma do kafen. Për pak shqyqyr. Nuk se të tjera, kjo është. Shqyqyr që ja kam gjetur miden dhe e di se çfarë kafe do, kështu që një qualita rosa nga Lavazza e ke gati për 1 minutë. Sa të ndes pak ekspresin, ndërkohë ti shpjegoju anvisave çfarë do gatush. Shumë bukur. Çfarë do bësh? Kemi dhe produktet. Kemi një byrek pa petë. Shkurt. Petë do jetë në kungujt, i bie. Të grira? Të grira, miell, gjitha bashkë ndej këtej. Pak vezë edhe e zbulojmë pastaj. Në furr, furra e parangrohur. Duhet të jetë, unë e kam të 220 gradë. Për juve, ju e dini vetë si furra është e re, e vjetër, plak, si të doni ju, mund të vendosit tek 220, mund të vendosit tek 200. Unë ka që të them, për të tjera, për përbërësit, po them unë pa tjetër. Më duhen kunguj, 3 kunguj. Gjë që do t'i kaloj në rende, si kur se do kaloj në rende, edhe këtë qepën e vogël simpatike, 1 ose 2 sa doni ju. Unë e kam ku që të vendos vetëm 1. Kam 3 vezë, kur flas tek vezët, ju e dini shumë mirë, vezë të rritura, pul të rritura në natyrë, kam qumësht, kam krip, kam pluhur pjekës patjetër, kam kamillin e misrit. Po qa më mungon mua një gjë këtu? Po patjetër që më mungon. Më mungon kryesorja, ku shkoj unë pa mielin? Them unë mielli lidhës. Po ja pra, pa mielin. E nuk po duhet lidhës, më duhet baza kryesore që ka mielin. Marr në rende. Bëj grirjen nga ana e trash e rendes. E keni vënë re recetat. Marrim kungullin, thonë e grim. Dhe pas shtrydhin për t'i hequr lëngjët. Por una do t'i shtoj përsëri ujë, do t'i shtoj qumësht më tepër, atëherë përse mua më duhet që të jetë ekstrakti i kungullit që është. Ja, u tundoven që nga aroma tani. Ajde. Një kafe kaq kremoze si që është Lavazza jonë. E shijojmë, punojmë, marrim energjinë e duhur, sepse dihet që mëngjeset dhe fillimet kanë nevojë për energji të mirë. Pra, po ju shpjegoje të dëgjova anvisave që kunguj duhet janë patjetër që të kenë çik madhësi se na duhet një masë më e madhe e brumit të kungujve. Nga ana e trash, jo imët. Patjetër, që mund të bëhen edhe petulla, si shbim petullat me gjithë, mund të bëjmë edhe me kungulla, me gjithçka. Dhe jemi tek ajo dilema, quajmë petulla apo quajmë qofte. Nëse baza është miell më tepër, quajmë petulla. Nëse mielli është më pak, tepërimi është më shumë, është qofte. Dhe filloj, se këtë punë vërtet e bëjmë mirë, për të folur, dhe për të grirë, për të grirë, mirë. Deri tek lëkura imët. Po, sepse kjo ka shijen.
Normalisht, ja ti vendosë edhe. Shiko farat, nëse ne do bëjmë supë për shembull, pjesa e mesit mua nuk më duhet. Po tani nëse unë do marr 2 kg kunguj, për shembull, do bëj një gatim, e do t'i heq mesit zemrën, ç'do bëj unë? Do ta bëj vetëm me lëkurën supën. Atëherë shumë mirë, i ruaj zemrat, se pa zemër s'ka ku shkon, s'ka jetë. Gjëja, e i vendos këtu. I vendos të qoftet, i vendos në buljon, si të dëshironi ju. Dhe faktikisht kam përtuar për të bërë ato buljonet. Unë më parë i bëja, isha gocë më punëtore më parë. Tani kemi lënë të na e bëj dikush tjetër, vetëm t'i marrin të gatshme ti kemi për t'i zier, por ja, edhe pak janë shpëtim në fakt, edhe për anvisat se sa mirë që mund të organizojmë javën për shembull, të menaxhojmë pazaret, të menaxhojmë recetat, menut, të përcaktojmë se çfarë do gatuajmë tonë të martë mërkur deri të dielën. Edhe këto buljonet për shembull në ngrirje, ka anvisa që mund të kenë pak më tepër kohë në fundjavë dhe bëjnë gati perimet në qeska në ngrirje, apo bëjnë gati brumin e qofteve dhe e lënë gati për një ditë tjetër, dhe kështu do shpëtoni. Edhe qepën. Isha kam vënë re. Sepse kur fillon në moshën time, fillon të vëshret ndryshimet në veten tënde. Pra, ky krau këtej është më i fuqishëm, është më i bukur, më pak celulit, ka formën më të duhur nga muskuli, sepse grishu, këtu është problem. Nga puna, ke trazuar, ke ka urdisur. Patjetër, muskujt e fytyrës i kam në rregull, sepse sa më shumë të flasësh, aq më mirë është. Jo, dhe kur qesh, ti qesh shumë, sa kuptoj unë. E qeshura të zbukuron dhe nuk ka ilaç më të mirë për të nisur ditën se sa të qeshësh me gjithë fuqinë e shpirtit dhe nuk ka fizikulturë më të mirë apo terapi më të mirë për ta nisur ditën. Është me studim kjo, jo se na doli tani nga biseda. Është studim në fill. Kur e lexova që e qeshura është edhe jetë gjatësi, thash Albana, këtu je, këtu qëndro, këtu rri, thash me vete. Të bën më të bukur më shkurt muhabeti. Shplaj duar. Se tani edhe me këto standardet që janë vendosur të bukurisë ka njerëz që nuk qeshin se kanallin e rrudhave, të mimikave, ose kanë atë nuk kanë atë elasticitetin e dur të fytyrës. Nuk kom se të bëj. Le të formojnë rrudhat, le të jenë rrudhat e buzëqeshjes. Po të mijat, po janë, të mijat, tjetër kujt nuk e marr borxhun. Atëre këtu do të shtoj. Si tha kjo aktoria madhe Meryl Streep në një konferencë që i thamë për rrudha, s'ke bërë asnjë ndërhyrje ose s'ke bërë, nuk e tunduar nga gjylpërat magjike që të bëjnë më të bukur, edhe të rrinojnë dhe të kthejnë në moshën më të re. Ta tha? Edhe ajo tha, jam shumë krenare për thinjat, jam shumë krenare për rrudhat, sepse në çdo centimetër rrudh në fytyrën time, është jeta ime, është shkruar çdo buzëqeshje, çdo lot, çdo idhërim, çdo gëzim, çdo emocion. Ajo asgjë snuk. Tani ta pyesim. Snuk, trajtime, pra unë jam vërtet, unë jam e lumtur për thinjën time, dhe pse ishte mesazh për flokun e lyej. Botën, për gratë dhe vajzat. Jam e kënaqur me rrudhat e mia, dhe pse rrudhave të mia i bëj trajtim. Po patjetër, derisa unë të kem frymën time dhe të jem aktive, patjetër që do jem një njeri që të ta... Çdo mosh ka rrudhat e veta, numrojnë apo më jo? Dëgjojmë mua të trëmbin. Të trëmbin. Vezët! Po të trëmbin, po si ja. Se të vjen keq që ikën jeta. Jo për bukurin, të vjen keq që ikën jeta, kaq. A ndjesh brenda me rrudhat jo? Urdhëro? Varet si ndjesh brenda. O ndjem kjo që jam. Me ndonjë punë tani se si shumë e lafe u morëm. Sa lafe, shtoj, kripën, vezët, djozën, energjik, mendër, si të doni ju, ja kam shuar të thatë që të ketë ata aromën e fuqishme. Të qenë ka interesante kjo, pra qëtove kungullin të gririmët, qepën të gririmët, 3 vezë, kripën energjik tani? Plurin pjekës. Po s'kemi me pse të rim ta lodhim punën shumë. Kam 2 luk gjellë, 3 luk gjellë e miell misri. Po. A tani se ko, prit është ti. Hidhe, ka dhe një ndales. I largoj këtu, dhe pse ne djalin e kemi shumë të mirë, edhe nuk flet, edhe është yllfare, dhe vërtet o visi e yllfare, unë tani e lëshoj dhe vëndin që ta ke djalin më të kollaj, ku shpamjen, dhe i bëj një përzjerje. Skërkova gjohë, më tha. Shumë të mirë, ja. I përzjejmë, sepse do bëhet një masë homogene, themi ne. Do ta punoj mirë, kështu si që kam këto përbërësit,
Dhe pas unë do shtoj qumshin edhe mielin e grurit. Mieli e grurit sa më duhet mua? Diku te 120 gram. Dhe 3 lugë gjelle miell misri, ju shkon diku aty tek 150. Mbaret, lugët. Luga e supës ndryshon dhe luga e gjellës ndryshon, se nuk po marrim lugën e çajit. E kam thënë që edhe me standardet e tanishme, edhe luga e gjellës ka ndryshuar masën faktikisht. Janë bërë çik lugë më të mëdha. Dikur ishin më të mëdha, tani janë më të vogla. Të vogla, po. Domethënë dikur këto ishin të supës. Të supës. Shtoj masën e qumshtit. Diku te 100. Po nuk do bëjmë dhe kopracu, se është e gjithë ashti. Ja. E punoj mirë, nuk dua që ta punoja me dorë, sepse më dua të kem shijen e kungullit. Kungull, të humë të fara, ku shkoj më del për para, që është kjo shpreje më? Po ma kungulli më duhet, është shpreje kjo. Po sepse ne kemi neglizhuar gjithmonë përdorimin e kungullit. Kungull themi kungull. Po. Më thënë kemi neglizhuar konsumimin në kuzhinë të kungullit. Domate, si thoshim ne. Mirë, domati janë mbahet me një degë me zi mahet vete jonë me. Po, tani na duhen këto që me zi mbahen. Do të shtoj diku tek matësin tim këtu. Tani edhe unë bëj sikur shofte, ne, po? Diku te 120. A si të ndihmoj unë? Shto. Diku këtu. Mjafton. 120 gram miell, një matëse, gjithsesi e keni gati 4-5 lugë gjelle. Ja. Për të mbledhur lëngjet e tepërta. Përfundoi bashkimi i produkteve, së bashku le t'i rikthehemi recetës së shkruar, le t'i tregojmë edhe një herë sa të bëj një përzierje të mirë albana të përbërësve, edhe ato çlirojnë aromat edhe shijet. Byrek me kunguj të njom papet, 4 kunguj të njom, të cilat i grim në rende. 2 lugë gjelle vaj ulliri, 2 qep, 3-4 vezë, 100 ml qumësht, gjysmë tufë në energjik, 120 gram miell, 1 lugë kafeje plur pjekës, djathë kaçkavall 200 gram, 2 lugë gjelle miell misri, krip dhe piper i zi. Po doni i thni dhe djathë të bardhë, po doni djathë kaçkavall, po doni mos i thni fare djathë. 2 lugë gjelle, opa këtu. Djathë kaçkavall keni ju? Po pse, në çfarë libri është shkruar që kur s'keni djathë kaçkavall vendosni djathë të bardhë? Dhe jo pa qëllim, unë bëj gjithmonë këto ndërhyrjet që dua dhe janë të rëndësishme. Vendosim dhe më njanë këto enët dhe direkt tani në E kam furrën e parangrohur unë. Po. Patjetër që duhet ta kem. Në mos e kam harruar, jo se kam harruar. Vajin. Ishte një shprehje dikur që për inat të si me vjerë, shkova me mullit gjinë. Tani kjo është një shprehje që, kurse unë them, dhe më pëlqen që ti më shoj traditës, dikush më thot, po pse nuk keni furç juve, ose nuk keni, gjithçka e kam, por e kam më të sigurt letrën, se letra mua nuk më lëshon asgjë, as fije pa buku, as një gjë. Furçat mua nuk më lëshojnë ato qimet që vërtet ju do t'i keni. Pra kjo është me sigurta, prandaj dhe unë, jo për inat të anvisës që më shkruan, po për t'i mbushur mendjen e anvisës që kjo është me dura, kjo është me sakta, se gjyshetona nuk dinin gjyshetona ti bënin diçka tjetër. Se më qeshet me të shprehje, po me mulligjiun ç'patë tani. Po me urën shpatëm, sikur të kishin ca qeres te, po kështu ishte me mulligjiu, sa atëre mulligjiu ishe për bërë bukën. Ja, shtoje tani. Shtova tani dhe përfunduam dhe recetën e parë. Gati për ta pjekur në një furrë të parangrohur në 200 gradë. Kjo është masa. Sa bukur, gjellë e bukur fort. Merë vend vetë. Azi, po të doni ju mund të shtoni fara liri, fara kia, fara të ndryshme. Asë dhe një gjë, e marr për vete, e rok dhe e qoj direkt në furrë 220 gradë. Ndërkohë që vazhdon procesin aty në furrë,
Ne nuk do ta hapim furrën, sepse dihet që ndikon tek temperatura dhe te procesi termik, ndërkohë shkëputemi për ofertën e ditës nga Prostatol, rikthehemi shumë shpejt për recetën e dytë që bëhet fjalë për petulla. Petulla me gjizë ose me djathë të thërmuar. Petulla me gjizë ose me djathë të thërmuar. Rikthehemi pas pak. Kemi rikthyer, vazhdojmë punën në kuzhinën tonë për të vazhduar tani me recetën që u premtuam. Petulla për të gjithë. Me gjizë apo me djathë, vendosni ju. Me djathë të thërmuar, si të doni ju, nuk është një problem. Unë do t'ju lexoj produktet e recetës, se çfarë përmban ajo, i kemi të shkruara në ekran dhe ju i shënoni, bëni fotografi. Edhe unë vazhdoj. Po, si të duash, ti paralelisht. Hedhim vezëm që tash përbëjmë atë dhe ndërkohë së bashku ju tregojmë se sa gramatura do t'ju duhen për mielin, për kosin apo për bërësit e tjerë. 300 gram miell, pra një gotë e gjysëm, 12 gram plur pjekës, një vezë, gjizë ose djathë, ne kemi shënuar një lugë gjelle, po ju mund ta shtoni sipas preferencës edhe më shumë, 5 lugë gjelle kos, një lugë kafeje krip dhe sigurisht vaj për skuqje. Petulla me gjizë dhe kos. Shtuam vezën, shtuam edhe kosin. Kripën e shtoj pak me kujdes. Shtoj plur pjekës ose në të kundërtën tek farina, te mielli mund vendosim farina hap. Atë të kuqin, as të verdhin, as portokallin. Unë me që mora mielin për çdo përdorim, i rash, shkurt. Shtoj djathë ose gjizë, djathë të thërmuar ose gjizë. Opa, ja, i hoqa, kaq ishte. I largojmë dhe i trazojmë produktet. Pra shtuam djathin. Shtoj diku 300 gram miell. Por, mos e merrni fjalën time shumë bazë. Jo, mendoni ju se nuk e di dhe i di shumë mirë. Gjithmonë është në varësi të vezës. Madhësia e vezës ka të bëjë shumë me ndryshimin. Mielli ka të bëjë nëse është miell që ka lagështirë apo jo. Pra, nëse ju përdoni të olën 300 gram fiks përdoni. Mbaroj muhabeti. E thash mirë? Shumë mirë e ke thënë. Ma epi që ka të matën. Njësi matëse dhe etalon matës më i mirë se që është syri i zonjave, din vetë se diku si në është 300 gram një kime hira. e duhura e mielli, sepse më mirë të tregon trajta, konsistenca që do të marri brumi aty. Nëse do të 300 gram, është... Kjo është 250 që faktikisht. A mëse kemi mjut. Shtojmë pak më... Këtë vëndi atje plot, sa duash. Kemi po pa tjetër, nuk në kalon atlasi pa miell, por një gotë normale ujë në këtë madhësi është 250 gram ose 250 mililitra, si që është dhe me njësin matëse këtu, që ju t'ju referoni më së miri gotave tuaja të ujët. Megjithëse ka ndryshuar dhe janë për masave të ndryshme. Por një gotë në këtë madhësi përmban 250 gram miell. Dhe filloj, e punoj. Ke nevojë edhe për një 50 gram që do t'ja shtonim brumit. Normalisht do ta lë pak, që brumin të lidhet, të pushoj. Derisa unë me këtë mas të bëj një pet. Është ngjitës brumi, do thotë që shtoni. Kjo është tamam si mas. E punojmë mirë, por që ta punoj mirë unë, pa tjetër, duhet të bëj një larje të duarve, gjë që pjesa e miellit, duart që kam me brumë, mos të më marri. Ndërkohë kemi edhe vajin që të ngrohet, përzihen mirë përbërësit dhe më pas i japim formën e duhur të petullave për t'i skuqur një apasit gjithmonë në një temperaturë mesatare. Kemi në ekran vezët tona Ovital me cilat gatuem dhe sjellim recetat të shishme dhe mbi të gjitha të shëndetshme, duke patur parasysh cilësinë që kanë këto vezë, duke na ofruar proteinën, omega 3-shin dhe gjithë elementët e duhur, vitaminën D, që na duhet për të marrë sasinë e duhur të proteinës,
të kolinës që ndodhet tek e verdha e vezëve dhe që është shumë e rëndësishme për shëndetin ton. Pa dyshim, duke u referuar cilësisë në radhë të parë që ka Ovital, si një kompani që na ndihmon të përfitojmë më së miri nga ushqimi që u jepet dhe pulave, shpendëve, në kuptimin që ato të rriten natyrshëm në mënyrë që edhe vezët të jenë të freskëta. Janë në disa përmasa faktikisht, masa e vezëve lidhet me gatimet tuaja, por edhe këto paketimet që janë edhe të vogla dhe të mëdha dhe familjare, edhe sipas llojit të pulave, vezë të kuqe apo vezë të bardha, po ashtu edhe small, medium, të vogla, të mesme apo të mëdhaja. Ja kështu e përdorim jo vetëm për gatimet tona, por për ta nisur ditën me një omlet, me një vezë të zier apo të rrahur, sipas preferencave të familjarëve, të fëmijëve, bukë me vezë, petulla e të tjera. Apo këto gatimet që sjellim me brum, që është një lidhëse shumë e mirë e brumit, e po ashtu një fryrës shumë i mirë, një ngjyrë të mirë që jep gatimeve, pra veza është e përdorshme kudo. Pra, unë mblodh edhe si brum, mua faktikisht më pëlqen që gjithmonë të vendos shumë pak vaj. Shiko? Dhe furën. Edhe tani, duke qenë se ka dhe djathi brenda, nuk është një brum i lëmuar homogjen, po ka edhe kokrizat patjetër të djathit. Shiko? E punoj. Normalisht, duke marrë pak hua nga mielli që kam në tavolinë. Se s'më duhet gjithaj miell, më duhet që ta hap. Pra, njësoj, sikur për çarçaf. Pse? Duhet të punohet sepse janë thërimet e djathit. Këtu është gjithë sekreti. Derisa të ketë mundësinë që ta hapësh të japësh atë formën. Derisa dhe vaj mua të më bëhet mirë. Dihet që çdo lloj brum ka nevojë për të punuar mirë. Kemi thënë këtë disa herë, të lidhet mirë, të marrë ato strukturën dhe formën kur fillon e lëmuar, të plot. Dhe pastrohet tavolina me brum, do thotë që është gati për hapje. Ja, tani filloj dhe është ashtu si që më duhet mua. Valla, aq lezet të ka të lësh kështu të shofësh duke punuar, se është antistres kjo puna e brumit kur e punon. Po, patjetër që është antistres, patjetër. Siç janë punët e poçerisë, Edhe punë të shtëpisë me antistres janë. Gatimi është antistres. Poçeria është situati. Të marrë të leja të xhamat nuk e kam antistres. Po jo, varet çfarë preferon ti të punosh. Çfarë punësh dëshiron ti mes shumë punëve që ka një grua në shtëpi. Por është një terapi kur mbaron punët e shtëpisë dhe shikon atë pastërtinë, higjienën në shtëpi. Quhet me vërtet terapi. Opa, qëndrom këtu ku duhet. Të hapim një petë tani me sa shoh në një trashësi 0.5, ka përshtypjen 0.5 cm. Tani ne s'po e masim, por afërsisht e tillë do të jetë. As shumë e holl, as shumë e trash. Në mënyrë që kur ta presim pastaj në forma, ja të marr prersen, të skuqen dhe të jenë të bollshme, mos jenë dhe të holla sepse ato thahen pastaj bëhen si kërce.
Formën e zgjedhim si të duam. Katrore, të këndshme, rrethore, formatët tjera që keni në shtëpi. Në format e tjera më të vogla, sërisht i punojmë dhe u japim për herë të dytë formë. Dhe vaj mua më bëhet mirë. Ja, kjo është më e duhura, faktikisht. E lë. Ne të provojmë me një të parën, a është gati apo jo vaj, dhe mendoj se mirë është. Mbushim tiganin me këto rombet, me këtë brumë dhe i skuqim nga të dy anët, derisa të marrin një ngjyrë të kuqeremt. Një përmbledhje tani do doja të recetës dhe vazhdojmë të skuqim në tigan për t'i shijuar pas pak. Petulla me gjizë dhe kos, 300 gram miell, 12 gram plur pjekës, një vezë, një lugë gjelle gjizë ose djath, 5 lugë gjelle kos, një lugë kafeje krip dhe vaj për skuqje. Të gjithë përbërësit i bashkoni, i punoni mirë brumin derisa të arrini atë strukturën e dur, që të mos ngjisit, të jetë një brum i lidhur mirë, e hapni në banak, i prisni në rombe apo në forma që ju dëshironi dhe i skuqni në vaj për skuqje. Do të fryen aty siç e shihni dhe duhet keni kujdes sepse nga që janë të olla duhet të kthehen, ja për shembull ajo e para që është në qendër duhet të kthehet tani. Ne do vazhdojmë të skuqim, kemi publicitet dhe do të rikthehemi për të vazhduar me recetën e tretë. Kemi sërish kunguj, kemi mish pule. Kthehemi më thot. Po, sepse dhe vaj ishte i nxehtë, tani gradualisht do ta ulim temperaturën që të vazhdojmë me tiganin tjetër. Këto ishin petulla, do t'i kullojmë, nuk thithin vaj dhe rikthehemi pas publicitetit. Si thua, ne vazhdojmë punën ndërkohë në kuzhinë, ju presim. Dhe jemi rikthyer pas ndërprerjes së reklamave për të vazhduar me recetën tonë, ndërkohë shifeni petullat sa bukura dhe sa të mira kanë dalë. Dhe sa më shumë vin, shiko, ja, sa më shumë vin, aq më balon bëhen. Po, si themi ne këto nga mesi që skuqen, kanë ndinjur dhe brumi më tepër. Janë të buta si sfungjer, gjithashtu nuk thithin vaj dhe kjo është e rëndësishme. Shif, si del. Ja dhe petulla e fundit dhe një pjatancë plot e përplot për një mëngjes me petulla. Në një nga ditët e javës, sigurisht e rezervojmë vetes një pjatë të tillë, një recetë duke shoqëruar pastaj. Djathtin e kam brenda ato, po me pak mjalt apo me reçel, me reçelin e stinës, që e keni përgatitur vet. Po ashtu edhe kjo tavë, ky byrek papet me kunguj. Po kështu dolën. Ja. Opa, të nxehta. Ma e pak dorezën që ta tregoj pak për publikun kështu. Do kulloj dhe do ta presim më pas, sa të ftohet pak. Duhet të kulloj gjithmonë, nëse nuk kullon, s'kemi gjën Terezi. Këtë vaj siç e kam me miell. Sepse normalisht ka pak miell. Po. Do të shtoj direkt përgatimin tjetër kungujt. Okej, do të trajtojmë si gjell apo jo? Është një gjell me kunguj. Këtë herë kungujt do t'i presim trash në rraf dhe shohim së bashku se çfarë produktesh të tjera na duhen për një gjell të shpejt me kungujt të sezonit. Kunguj jeshil, janë ato kungujt që kanë një jeshile më të çelët. Gjell me kunguj dhe me mish pule. 1 kilogram kunguj, siç e thash, lart pastruar dhe të prerë në rraf të trash. 400 gram mish pule, 2 qep, 1 lugë gjelle salcë domate, 1 lugë vaj për person, miell gruri, krip, piper i zi dhe koper. Tani kemi shtuar kungujt tek vaj për të skuqur dhe i zbusim pak. I zbusim pak dhe vendos pjesën tjetër. Shtoj pak ose fare, me pak vaj të lutem.
shkoj diku tek ullishtja, vajin e ullirit, të cilën e kam të kaluar në mullit të ftohtë. E dini shumë mirë që vaj po tjetë edhe me bërtham, i bluar është mirë. Sepse dhe bërthama ka lërën e vetë. Lërët të ftohtë Androniti, mos bëra gati enës që të presim e të sjellim në pjatë, meqense do kemi besoj minuta për ta servirur. Ne mund të kemi qepën, mund të kemi edhe presh. Unë kisha presh, sepse më kishe ngelur një voç kulfare dhe thash, përse mos ta vë në përdorim. Te kungujt, normalisht, që ka edhe preshin. Gjëra të shpejta. Shtoj. Kripën. Sikurse dhe piperin. E lë të tillë, me pak ose fare miell. Tani mishin që është fileto apo gjoksi pulës të prerë kështu në kubik dhe kanë ato lëngjet e tyre, i zbusim, i përthithim me pak miell, i pudrosim. Në këtë formë, mishi dhe nuk ngjit kur ta shtojmë pastaj tek kungujt apo në vaj, sepse është i mbrojtur, i rrethuar prapë me miellin, duke lënë vetëm salsën këtu. Dhe më duan dhe bimët aromatike në fund fare. Pra, e lë derisa mua të më përthithen lëngjet. Dhe fillon një super aroma. Po si që kam kështu, përse unë jo të ndroj pozicionin. E lë këtu, kunguj, dhe vendos. Dhe në gjerën tjetër. Sepse edhe mishi do skuqet pak, do ka udhiset. Shtoj, pa arritur, të më digjet vaj. Jam pre në kubik. Dhe lë të bëhet kungulli, që i vendos kapakun, si kurse normalisht. Derisa të zbardhet. Pas ka marrë të duhurin edhe unë. E kaloj dhe punë, aman ose s'duroj do të qik koper, qik majdanos tani për gjellën, dhe mund të mbushen këto, mund të janë aq të buta, nuk kanë thithur fare vaj, mund të shoqërohen patjetër me recel, me rushi, me rushi që i kemi. Recel fiku pa ashtu. Ua, qa më tha goca. Do bëjmë dhe recelin e ftojt tani. Kemi rushin që e konservuam, që thamë do të mbajmë për gjatë e gjatë. Se dia do të hapësh do të me njëherë, po, ja. Bravo. Se mamat janë legjendare. Largojmë pjesën e parë. Shiko? Ja. Një dhe këtu. Nuk është se janë të prishura këto. është thjesht pjesa e sheqerit. Pambuluara, po edhe sheqerit, po edhe se janë mbuluar me mjaftueshëm me ujë. Ja. Pra, pak ditë më parë treguam si të ruajmë rushin për një kohë më të gjatë. Për një vit. Të ruaj fortësinë, strukturën, shijen, mos prishet. Shiko këtu, ja. Tregohet më mirë në proces pune, sepse do thonë ju i keni vendosur në kavanos, por jo vetëm i keni vendosur në kavanos, sepse
Përveç se do t'i qëroni kokër më kokër, do t'i vendosni kështu, jo me gjithë bistakun e tij, por më pas do t'i shtoni sheqerin apo jo? Ujë të nxehtë e kishim ujin apo të ftohtë? Merë emisionin në duart e tua dhe mos më pyet për asgjë. Dhe për ta mbyllur në mënyrë hermetike me ujë të nxehtë, më pas e vendosim përmbys, tek uji që vlon në tenxhere. Në një tenxhere të madhe, tek tenxheria mund të vendos në një copë ose në të kundërt. Jo, kapaku duhet jetë aq mirë i mbyllur sa që mos ju hapet. Nga momenti i vlimit, ne e lëm diku te 20 minuta. Në 20 minuta, ne marrim dhe vendosim në një ambient ku është errësirë, mos të kaloj drita, të mbyllur. Dhe këto ju i keni deri në një vit. Më tutje nuk ju jap garanci, por te viti po. Po rezistuat, të më thënë që ta mbani deri në fund të vitit, por nëse ju duhet pastaj për ta konsumuar siç është për ndonjë sallat apo për të bërë recela apo gatime të tjera, e keni të mirë siguruar. Tani i rikthehemi recetës tonë të gjellës, kemi kaurdisën siç e tham kunguj, tani presim të zbuten dhe të kaurdisen, po ashtu edhe copat e mishit të pulës. Marr salcën. Se nuk e kam të prerë me vezë dhe limon. Është me salcë të kuqe, pra. Pra, kjo është një nga ato recetat ku duam që të shijojmë kunguj dhe t'i përfshim ato në kuzhinë, në recetat tona. Duke qenë se nuk kanë kalori, as mishi pulës, ka proteinën e duhur, gjithashtu kungujt përveç se kanë ujë në trupin e tyre, janë shumë dietike. Shikon, ja. Dhe patjetër që kanë vlerat të tjera, vitamina, minerale, kombinohen shumë mirë me bimët aromatike, kombinohen gjithashtu shumë mirë me mishin e pulës. Qepën ose preshin në kaurdisje, ne zgjodhëm preshin sot, mund ta grini në rende ose mund ta toptoni. E qep vetë njoma në fund fare, pra vendosin fillim kokën dhe gjysmën e trupit dhe bishtat i leni më pas. Përse e kam vendosur në 2, sepse mishi pulës dhe i prerë në kubik bëhet shumë më shpejt. Kungu duke i zjerë dhe jo duke të kalojnë dhe në sotarizim, dhe në skuqje dhe në zjerje. Pra fillojnë edhe zbuten dhe mua nuk më duhet i marrë në fund të bëjnë edhe pak edhe unë do t'i shtoj. Duke e më njanuar pjesën e vajit të kungujt. Pra është edhe më shpejt. Duke vendosur kapak këtu, dhe normalisht edhe kapakun tjetër këtu që do të marrë bimët aromatike. Dhe kemi thënë që mes koperit dhe majdanozit me kungullin koperi kombinohet akoma dhe më mirë. Po, nga që kam mishin e pulës. Po, duhet ta freskojmë akoma më shumë. Dhe kështu jemi në minutat e fundit, duke shtuar dhe bimët aromatike. Kemi përgatitur sot për ju një byrek papet me kunguj të grira imët, duke i shtuar të gjithë përbërësit që ju do t'i gjeni dhe në kanalin ton në YouTube edhe në rrjetet tona sociale, duke i trazuar mirë dhe më pas duke i shtuar në një tavë të lyer me vaj, i piqni dhe ja tek e keni rezultatin, tani është ftohur dhe mund të preket dhe mund të hapet. Kjo është gjendja, do të kulloj edhe pak, do ta presim dhe do ta shijojmë. Me çfarë? Me kos, me tarator shkon shumë për shembull, me tarator të freskët, po ashtu edhe petullat, shifeni, as nuk kanë thithur fare vaj, edhe duken të shkëlqyera. Gjella me mish, pule dhe me kunguj, një gjellë e lehtë, dietike, e shëndetshme. Vëmendjen këtu. Sa të mbulohem pak mishi. Paralel me gatimin. Një përzierje. Ja, e tillë dhe më duhet sa minuta, diku te 20 minutë që më duhet patjetër derisa të trashet. Dhe prandaj pa qëllim unë vendosa mielin tek mishi i pulës,
sikurse edhe bëra një pudrosje të lehtë përsipër tek kungujt. I thash të gjitha roburat e petullat edhe tek kërterushi, bërej ma Ka pak unë tani dhe reçelin që kemi përgatitur dikur, ndoshta një prerje po na I bëre byrekut për ta mbyllur kështu me atë copën e byrekut pa pet, dhe pastaj për t'ju treguar që puntata e sotme pra çdo recetë idhet më vete edhe në YouTube-in ton, në kanalin ton zyrtar, për të na bërë aty subscribe dhe për t'i renditur edhe një herë të gjitha recetat me radhë, ashtu që janë gatuar dhe do të gatuan në vazhdim. Mos harroni të klikoni dhe të na bëni subscribe edhe një herë. Që është gati, është e bërë. Të shikon? Por që për ta prerur në copa të dura duhet të kërkoj një ftoje mbi gjysmore. Të lëmë edhe pak atëre. Që të hiqet tamam pet. Derisa të vi koha, unë merrem me Kjo na pengon dhe foto, kështu që mirë, po e lëm. Atëherë ju duhet e shihni që është bërë, kështu që s'ka nevojë që të tregojmë pjekjen sepse është ngjyra perfekte. Të lumshin duar, tani shihemi nesër me të tjera receta. Pastaj mbyllëm pra ha. Bashkë do të shihemi pas pak, do të bëhemi gati për të folur për bimën që ul tensionin dhe që quhet hibiskus. Me një çaj fantastik, ju pres pas pak. Mirë se erdhët në rubrikën ton Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian. Kënaqësi doktor që jemi këtu. Përshëndetje, mirë se ju gjejmë. Kënaqësia shumë e madhe sot. Plot e për plot nga doktori natyrë. Plot bashkë me natyrën me vete, sepse bëhet fjalë për një lule që do të flas, sepse për një bim që është një nga bukuritë e rralla që ne kemi, por e bukur nga jashtë, e bukur dhe nga brenda. Është hibiskus sepse e kemi edhe në leduollin ton. Një bimë e fuqishme që na ndihmon në shumë gjendje shëndetësore dhe jo vetëm, do ta kombinojmë, do të tregojmë dhe disa produkte të tjera që na vijnë nga tokat tona, nga fermerët tanë. Bimësia jonë është për tu patur zili, në fakt e the shprehin edhe ata që vizitojnë vendin ton. Kështu që ja vlen të flasim për këtë bimë të fuqishme që mund të quhet edhe bima që ul tensionin arterial. Po ka edhe një sër përfitimesh. Pra, tham një bim e fuqishme në vlerat e saj kurative. Dhe parapëlqen ose rritet, po edhe në livade, në përfusha kryesisht në zonën e Azis, Afrikës, pra parapëlqen ato tokat që janë të shkrifta, të lehta, të kulluara dhe sigurisht që edhe gjatë natës nuk ule temperatura nën 15 gradë Celsius. Por që edhe në vendin ton, kjo bim kultivohet nëse njerëzit duan që të arrisin në sera, pasi kjo shkon në një lartësi deri në 2.5 metra, duket si barishtore në fillim, po kërcelin e saj në brendësi e ka drunor, sidomos kur kjo është në formën e asaj shkures, ju ne përmenda, pra po ta lëm që kjo të rritet dhe të hapet. Një kryesisht e rrisim për zbukurim, për dekorin e oboreve. Ka rreth 200 lloje nga familja e hibiskusit. Ndërsa ne sot do të flasim kryesisht për hibiskusin roz, ose kjo që neve kemi këtu, hibiskus sabdarifa. Po ta shikojmë në gjendje të freskët, ka një diametër nga 3 deri në 4.5 cm, petalet janë të holla tamam si petalet trëndafili, por në brendësi të saj, ajo përfundon si mishtake. Dhe në mesin e lules, ngrihet ai pistili, që i jep asaj pamjen e një fontane brenda lules. Çfarë fshihet, po të themi, në këto petalet të kuquremta, që në brendësi të tyre, këto kanë atë pamjen e ngjyrës si të bardhë. Atere, nëse do të marrim këtë petalen e lules, ne do të vëmë re që kjo ka pak athëtir. Po, edhe në aromë ndihet pak në... Ka një aromë të veçantë, mund të themi që mund t'i afroj një trëndafili të kuq, jo një trëndafili roz. Kjo athëtira i atribohet, si thuash, pranis në të shumë acideve organike. Pra, duke filluar që këtu në brendësinë e gjejmë që nga acidi tartrik, acidi askorbik ose vitamina C dhe acidi hibiskuzik, i cili i jep atë shijen e tharët të afërt të fortë.
nga ka marrë edhe emrin hibiskus. Atëhere, kjo prani e lartë acidesh organike edhe prania e vitaminës C e bën që kjo me të vërtet jetë një bim tonike për organizmin ton të fuqishme. Por, këtu kemi një anë negative të saj. Duke qenë me kaq acide organike, atëhere, nëse ne do të shëtisim gjatë këtë çaj në gojë, mundet që të dëmtojmë, si thuash, atë zmaltin e dhëmbëve. Dhe nuk duhet pijet më shumë se 1-2 gota në ditë. Pra, që të mbrohemi, të shmangim, si thuash, përveç se zmaltit të dhëmbëve brenda në organizëm, ka ndonjë efekt asnjë tjetër të dëmshme. Jo, ndihmon në shkrirjen e dhjamit, në uljen e peshës trupore, në uljen e kolesterolit, por të shikojmë se si bashkëvepron, për shembull, prania e acideve, antocianidinat që ndodhen në brendësitë saj, dhe mikroelementet kaliumi në drejtim të uljes së përshpejtuar të hipertensionit, të tensionit të lartë. Pra, po të vemi tek antocianinet që ndodhen në brendësi të këtyre petaleve, kemi të parën delfinidin 3-sambuizid, i cili së bashku me cianidinën 3 janë të mrekullueshme për uljen e menjëhershme të hipertensionit arterial. Pra, këto që të dyja, por të shoqëruara edhe me këtë delfinidinën dhe cianidinën glukozide, na bëjnë sheqerna, si të thuash, bëjnë një harmonizim shumë të mirë të acideve me sheqernat organike që ndodhen në petalet e këtyre gjetheve, duke i dhënë atë shijen e çajit edhe të ëmbël, por edhe të athët. Pra, përveç antocianineve që ndodhen në këto çajra, neve vëmë re, si thuash, një përbërës pra tonik i fuqishëm, janë flavonoidet. Pra, po ta shikojmë, nëse do të bënim një paralelizëm për shembull, flavonoidet janë ato pigmente kryesore që i japin ngjyra të kuqe të theksuara bimëve të ndryshme, sidomos frutave, në sipërfaqen e tyre të jashtme. Për shembull, është rrushi, është molla e kuqe, që kanë plot flavonoide, por janë edhe bimë. Për shembull, unë kam marrë një gjethe rrushi, e cila është, si thuash, në atë pikun e plakjes së saj, po kjo ka një ngjyrë të kuqe të bukur, të mrekullueshme. Që është e dallueshme dhe nëse vendosim dritën. Po, kjo edhe pak, po përgatitet që të kaloj nga e gjelbra në të kuqoremt të ndezur, e zverdhur, krijon një stres tape këtu, dhe pastaj era i kput ato dhe i hedh në tokë. Është e mira që neve këtë lloj gjetheje, për shembull, ja, këto gjethe që ne i kemi kputur nga vreshti Jahja, janë të mrekullueshme për këtë gjë. Konsumohen kështu të zira duke kombinuar edhe me hibiskusin? Mundet që ne ti përzijim, pra që të marrim flavonoidet nga kjo gjethja e kuqe, por njëkohësisht edhe flavonoidet që ndodhen tek petalet e hibiskusit. Pra, po të shikojmë quercitina, rutina, izoquercitina që ndodhen në brendësi të këtyre petaleve, po të shohim edhe petin gos që ndodhet te kjo, vëmë re që këto mikroelement futen në për arterje dhe ju japin atyre një elasticitet, në mënyrë që kur kemi një hipertension, ato të mos të rinë të ngushta, po hapet dhe bie presioni me njëherë. Doktor, me qënë se jemi të hipertensioni, pa ata që vuajnë nga tensioni ullët, mund të i kombinojnë këto çajra, pra kombinimin e hibiskusit me këto gjethet? Ne, kur të theksojmë anët e tjera negative, janë këto. Për shembull, ai që ka tensionin e ullët, këtë bim mund ta marri vetëm 1 gotë në ditë. Por mund të hedhim afërsisht 1.5 gram. Pra, nëse do të vemi, ja, kaq është e mjaftueshme për atë person. Në 1 gotë me ujë të evaluar. Për faktin sepse këti ja ul më shumë akoma tensionin. Që edhe ti demonstrojmë? Atere, krahas këtyre, në brendësi të këtyre petaleve, ne kemi edhe komponent të tjerë kimik, si që janë taninet, që janë zbutës, mucilagjet, që janë taninet janë zbutës, por edhe idhtira që ta rrudhin pa gojën, ka pektinën, e cila është një
mbrojtëse shumë e mire stomakut, por janë edhe mucilagjet, zbutëset, të cilat në ndihmojnë më së miri në mirë funksionimin e sistemit të tretjes dhe të jashqitjes. Pra, pengojnë atë vështirësin në defekimin e organizmit. Dhe le të vemi tek vitamina, për shembull është kjo vitamina C, që unë e përmenda dhe është në sasi të mjaftueshme, vitamina A, B1, B2, B3 që janë shumë të dobishme për sistemin nervor, dhe njëkohësisht, pra këtu ndodhen këto mikroelementet hekur, pra kur përmendi mikroelementin hekur që ndodhet në këto petale, një njeri që ka mungesë të hekurit në gjak e përdor me shumë efikasitet. Por ka kalium dhe kalcium, pra edhe forcon kockën, dhe kaliumi është prapa i mrekullibërësi në këtë rast, pasi nxit organizmin që të largojnë natriumin dhe duke u lidhur kaliumi me natriumin, realizojnë atë mrekullin që ne duam të realizojmë ulljen e tensionit arterial të gjakut. Të gjithë të mira, mire thamë që është një bimë ka që fuqishme. Kur e ka sezonin, doktor? Kur mblidhet? Lulet ose petalet vilen që nga muaj korrik afërsisht deri në shtator, në vendin tonë, në sera kryesisht që e kemi patur neve. Petalet janë fiks ashtu të kuqe të ndezura, të mëdhaja, dhe kanë edhe lulëzën? Mishtake në brendësi, ndërsa petalet në anësor janë tamam si petalet e trëndafilit. Thahen, thyhen let, thërmohet, po ta shikojmë neve këto thërmohen, dhe mandej kanë këtë veçorinë e tyre në gjatë tharjes ju mbasin elementet që ju përmendët? Këto në përgjithësi thahen në hije, por edhe sikur të bëjmë një paralelizëm. Për shembull, le të marrim petalet e një trëndafili roz. Sikur thjesht me ujë të ngrohtë i përvëllojmë ato, ne do vëmëre që menjëherë ngjyra do të kalojë në çaj. Pra çaji ngjyroset lehtë. Po këtë veti kaq të qëndësishme e gëzojnë edhe petalet e hibiskusit. Pra, ne do bëjmë një provë, do të hedhim afërsisht 1.5 gram për shembull hibiskus, në mënyrë që ta kemi çaj, një lugë të lehtë, ja, mendojmë që 1.5 gram është afërsisht këtu. Atëherë, kjo në përgjithësi përvëlohet me ujin e nxehtë dhe do të vëmë re që uji menjëherë mund të jetë nxehtë edhe merr ngjyrë të kuqurent. Rëshohet ngjyra derisa ato ato petalet të ngjiten pra në sipërfaqe. Ja. Filloi që të ngjyroset uji, të ngjyroset shumë lehtë. Dhe tashti, çfarë mundet që të bëjmë tjetër neve për të dyfishuar, si thuash, efektin dhe për t'i shtuar vlerat e saj? Atëherë, le të përmendim këtë. Antioksidantët e fuqishëm që ndodhen tek këto gjethet e rrushit e bëjnë që çaji të ketë më shumë fuqi në trupin e tij. Pra po ta shikojmë, nuk e di, a do dallohet? Po dallohet, shumë mirë dallohet. Shikojmë. Ngjyra e kuqe, njësoj si arterjet. Tamam. Dhe të gjitha këto antocianinet që ndodhen edhe te kjo gjethja e rrushit, edhe ajo substanca aktive që e quajmë pra OPC, bëjnë që vetit kurative të kësaj gote çaji të na dyfishohen. Pra e vendosëm sërish këtu, ngjyra gjithashtu do të përforcohet, edhe nga petalet, duke qëndruar avash-avash, duke lënë të ftohet dhe me zbutjen. Le ta hapim pak atë gjethen, se na i duan edhe këta kamerës që tjetë edhe pak estetike, dhe ne themi. Pra, mund t'i hedhim edhe pak ujë më tepër. Një ngjyrë vishnje. Ja, po e vendos tu se kemi ujin e nxehtë. Ky është një çaj i mrekullueshëm për t'u përdorur në rastet e një hipertensioni arterial. Dhe çfarë mund të bëjmë tjetër? Mund t'i fusim në brendësi edhe një fet limoni dhe personi përthithet më mirë çdo element. Por edhe kështu ky e ka lehtësisht të përthithshme atë mori lëndësh biokimike që neve përmendëm më sipër.
Atere. Për një person që vuan nga tensioni, sa gota të tilla duhet të konsumojë gjatë ditës? 2 dhe është mjaftueshme, pasi kjo do të japi efektin edhe në drejtim të pastrimit të arterjeve dhe të venave. Por, le të arritim pak nivelin. Le të bëjmë një çaj për shembull, që një njeri me të vërtet të marri një gotë çaj shumë të fuqishme, shumë detoksifikuese për organizmin e tij. E kush mund të jetë kjo? Le të marrim për shembull një gotë ujë të ngrohtë. Po, hedhim afërsisht 1.5 deri në 2 gram petale të hibiskusit. Pra një çaj detoksifikues. Dhe marrim një produkt i cili shikohet në shumë prenjë të vendit tonë, por që askush nuk madomendja veç zojt u adin vlerat atyre. Rushi i egër. Atëhere, ndoshta nuk ka bukuri, nuk ka kokër të madhe, por po ta shikojmë, kjo kokra është plot e përplot me aminoacide. Përveç asaj OPC-s që neve përmendim që ndodhe... Që nga shumë e thartë. Shumë e thartë. Pra është plot me acide organike, plot me aminoacide, dhe këto neve mundet që t'i transportojmë tek ky çaj në këtë mënyrë. Hedhim 10 deri në 15 gram. Nga kjo, dhe ne marrim me të vërtet një lumë të tërë, kriprash minerale, aminoacidesh, acidet organike, këto tartarik që ndodhen tek rushi, po sigurisht edhe vitamina. Nga na ka ardhur ky rushi, doktor? Të falenderojmë cilin fermer që na ka sjellë në studion tonë. Të falenderojmë Nënë Natyrë. Nënë Natyrë. Në përprej, dhe ju që e keni gjetur në për... E keni gjetur pikërisht dje. Super. Atere, pra, aty pranë fermës Jahja ishte edhe kjo. Atere, shiko çfarë mund t'i bëjmë. Këto i shtrydhim, ose i hedhim këtu, dhe i shtypim me fundin e lugës. Çaj do të bëhet me të vërtet një çaj i mrekullueshëm, që unë duart i kanë pastra, çajin këtë frutin e duke i shtypur, doktor, të i shtypim që të lëshojnë dhe lëngjet. Sigurisht përpara një tablete dhe gotës së çajit, unë do të zgjidhja këtë të dytën. Pra, në këtë formë kemi përgatitur një çaj atyre, por atë çka na ofron Nëna Natyrë nuk mund ta improvizoj as laboratori më modern i kohëve të sotshme moderne. Pra, sikur pak rush të marrim nga ky. Sikur një grusht rush nuk do t'ishte kur baraz me një ark të madhe me rush të kultivuar. Mi, doktor, ata që nuk e kanë patjetër, po çaji hibiskus gjendet se është në gjendje të thatë dhe tregtohet. Flasim për atë që ta ngrejnë hibiskusin nga këtu në një piedestal tjetër. Që e njohin atë zonë dhe të njohin dhe rushin e egër. Le të themi që këto të dyja, për shembull, janë 2 nga çajrat më të mrekullueshme që mund të përdoren për hipertensionin arterial, për pastrimin e venave varikoze dhe pse jo edhe për largimin e toksinave nga organizmi. Pra, ato radikale të lira që vinë rrotull në organizm dhe na shkaktojnë dashur pa dashur plakjen e parakohshme të organizmit. Por, ne që parë theksuam se në brendësi të këtyre petaleve, ndodhen ato vitaminat aq të dobishme për sistemin nervor, siç janë B1, B2, B3. Dhe kjo niacina më shumë, ne na ka dhënë rezultate shumë të mira në këto drejtime. Atëhere, në drejtim të qetësisë së sistemit nervor, çfarë mund të përgatitet në kushtet e shtëpisë? Për shembull, le të marrim një gotë me ujë të ngrohtë. Pra çaj i tretë? Po, çaj i tretë, një gotë me ujë të ngrohtë, ku hedhim në të përsëri aq sa unë përmenda, një lugë çaj me hibiskus. Ja, ndoshta kaq është e mjaftueshme. Hedhim tjetër. Nëse personi ka të vjella, se përmendëm që këtu në brendësi të saj, kjo ka pektin, ka edhe ato taninet, ato i tjera, ka edhe mucilagjet. Pra, ne duhem të bëjmë një çaj
që të më japi funksion të fuqishëm edhe të qarkullimi gjakut, por njëkohësisht edhe në drejtim të qetësimit të sistemit të tretjes. Çfarë mund të shtojmë në të dhe automatikisht ne kemi qetësuar sistemin tonë nervor përmes vitaminave, përmes vitaminave B1, B2, B3, po plus këtyre neve do të shtojmë. Ose shtojmë në të, për shembull, mendra e butë. Pra mentha piperita. Sikur të shtojmë ja të me lule, se është më e fuqishme si aromë. Kaq është e mjaftueshme. Kjo menjëherë do të më ndryshoj shijen e saj, aromën e saj, shijen ai përthyen më shumë mjalti për shembull. Mund të shtojmë në brendësi të saj, pra nëse unë nuk e kam këtë mendrën e butë. Kush i provon këto, me vërtet do të ndjej një kënaqësi trupore dhe do të duket sikur kjo gota e çajit do të rrëmbej në këtë botën e brendshme të saj dhe sikur të krijon ca çaste me vërtet lumturie në trupin e tij. Mund të shtojmë një gjethe nga pema e ginkgo bilobës. Një gjethe është e mjaftueshme. Pra, është kjo tufa këtu, gjeta me ginkgo biloba? Kjo është ginkgo biloba. Kjo është nga ferma ime. Pra, po t'i marrim këto, mund t'a fermojmë që mund të rriten në pak vendin që tonë. kjo të rrisi pak si përfaqen e kontaktit me ujin, dhe përsëri neve mund t'a zhysim këtu. Pra, si të thuash, ose do të bëjmë hibiskusin me mendrën e butë, ose do të bëjmë hibiskusin me ginkgo biloba dhe barin e bletës që e kemi pak më tutje. Po, atëhere... Melissa officinalis. Melissa officinalis, po, atëhere. Ja, 2-3 gjethe. Bari bletës ose e njohur ndryshe lemon bal, apo Melissa officinalis, që është edhe për pagjumësinë, kemi treguar në emisionet e mëparshme, qetësuese shumë e mirë. Bimët në përgjithësi thonë kështu. Më merr me vete të transmetoj vlerat e mia në trupin tënd. E vendosim edhe një prej gjetheve, dhe këtu kemi bërë një çaj që çfarë benefitesh do të marrë trupi. Ne bëm bashkë këtu edhe për arsye të gotave, këto gjëra. Një çaj që t'jetë qetësues për sistemin e tretjes dhe njëkohësisht qetësues për sistemin nervor. Pra, kë mund të kemi neve në shtëpi, mund të kemi mendrën e butë ose nenegjikun, e bëjmë hibiskus me nenegjik. Po nëse kemi barin e bletës, hibiskus me barin e bletës. Po kjo ginkgo biloba edhe këtu në Tiranë është një bimë e cila përdoret si pemë zbukurimi. Për këto gjethet e saj që sidomos në mbrëmje kur fryn era, duket ajo kombinimi i gjethe të gjelbrës me të gjelbrën e bardhë. Është e mrekullueshme ku ajo gjethja përkundet rrotull bishtit të saj dhe ne sikur e shohim që ajo është e ndarë në dysh, po në të vërtetë në fundin e saj, afër bishtit, ajo është e tëra një. Doktor, do referuar ngjyrës që ka çaji i hibiskusit edhe për shkak të flavonoideve që u përmendët, shtuat rushin egër. Ndërkohë, ka qenë dhe është periudha akoma, secili ka bërë ato zëret e veta në frigorifer, manaferat, boronicat, mjedrat, kombinimet me hibiskusin janë të duhurat? Janë më se të duhurat, por neve kemi ngritur e kemi ngritur në pjedestal hibisku dhe kemi kombinuar këtë bisedën dhe këto diskutimet, duke thënë, shiko, një njeri që do diçka më super për organizmin e tij, unë mendoj që këto kombinime tona janë të mrekullueshme. Mjafton të kërkoj pak. Doktor, po këto çfarë janë këto frutat? Le të themi, po fruta... Dhe nga na vinë këto, ku i keni gjetur? I keni kultivuar ju? Nga ferma, po, atëre. Shiko përse i morëm neve këto. Do të na duhet ndoshta edhe një gotë tjetër. Do të marrë dhe një gotë tjetër, do të marrë dhe një thikë që të tregojmë se çfarë është dhe si e kombinojmë. Atëre, ky është limoni haviar. Limoni haviar, një nga limonët e rrallë të... Po, patjetër, ka çmim të shtrenjtë, por çmimi është në varësi të vlerave që ky përmban në brendësi. Ende nuk është pjekur, por ne morëm për të treguar që... Të ngjyrë mban edhe kur piqet, më fal të marrë një thikë në kuzhinë? Kur piqet limoni haviar, ka ato të 7 ngjyrat e ylberit,
por që dominon e kuqa dhe roza, që tregon se antioksidantet në brendësi të këtij fruti që mund të rritet edhe shumë pak, janë shumë herë më të fuqishëm se çdo limon tjetër. Atëhere, në brendësi, ky ka kokriza shumë të vogla me ngjyra të ndryshme, po sot ende kjo nuk ka arritur që të piqet. Pra, me kuriozitet jam të shoh pak brendësinë, ka është e kuqe. Ende unë kokriza të vogla, ende nuk është pjekur. Marrim edhe të vjelim një rrush pa pjekur. Sigurisht i bie të jetë tetor, nëntor, koha e pjekjes së plot. Gati bashkë me kohën e portokallave. Atëre, përse e morëm neve këtë? Për të treguar që hibiskusi me një fet limoni shkon, sepse kombinohet pak kjo fuqia e acidit citrik dhe aroma. Ndërsa kjo mund të thuash e 10 fishon ose 100 fishon vlerën e këtij çaji të hibiskusit. Për faktin se këto ngjyrat e kuqe të errëta që do të bëhen kur kjo të piqet, atëhere tregon se kjo është plot e përplot me antioksidant. Patjetër, një aromë limoni të fortë. Atëhere, nëse ne do të pinim 2 veta për shembull, një gotë me hibiskus, edhe do t'ishte mëse e mjaftueshme vetëm ky frut. Kjo çfarë do të bënte? 5 fishonte ose 10 fishonte vlerat e gotës së çajit. Për shembull, nëse ne do të marrim, le të themi, kaq limon haviar. Një frut i rrallë, shumë i rrallë. Një frut me të vërtet i rrallë, atëre, dhe le të hedhim, si të thuash, në të çajin e kulluar të hibiskusit. Pra, këtu nuk do të hedhim më hibiskus, por e kemi përgatitur çajin diku tjetër. Pra ja, këto ngjyrat e tij bëhen mrekullisht të ndezura. Pra është ngjyra bashkë me gjethet e rrushit. Mund ta marrim këtë çajin e përgatitur dhe hedhim këtu. Ja. E lëm për disa minuta që të lëshohen të gjithë elementët. Dhe limonin, pra këtë haviarin që kemi këtu poshtë, së bashku me çajin e hibiskusit i pim kështu. Pra, edhe ky është mrekullueshme. Për gjithë vlerat, po edhe në shije kam përshtypjen e pak astësisë që e rregullojmë edhe me mjalt. Dhe le të vemi tashëm tek një përdorim tjetër i hibiskusit. Tek njerëzit me hiperglicemi, pra diabetikët. Kjo bën një mrekulli në organizmin e tyre, duke bllokuar, duke penguar prodhimin e amilazës, që do të thotë pankrasi të jetë më i nxitur për të prodhuar insulin dhe të ulim rezistencën e trupit ndaj insulinës. Atëhere, kjo mund të bëhet duke shtuar, për shembull, pra nëse duam që ta fuqizojmë atë efektin e çajit, atëhere mundet që të hedhim në të, pra afërsisht 1.5 deri në 2 gram hibiskus, mundet të hedhim në të bim varë kombëtare për Shqipërinë, si që janë ullinët, po. Atëhere, me gjithë gjethe, apo vetëm? Mundet të hedhim pak gjethe në të, pra 5 deri në 7 gjethe, ja. Dhe sidomos, tashti, që janë këta ullinët gati në fazën e parë të pjekjes, pra kjo është ngjyra. Po. Atëhere, do t'ishte e mjaftueshme 2 kokra ulliri. Ja. Mund t'i thërmojmë pak dhe i zhytim të gota e çajit. Do të vëmë re se ne kemi përgatitur me të vërtet një çaj antidiabetik. Hibiskus, gjethe ulliri dhe kokra ulliri. 2 kokra ulliri, 2 fruta, janë të mjaftueshme. Tjetë i gjelbër, ashtu si që të regua, i gjelbër deri pak në terët. Ky çaj lihet që të ftohet, kullohet dhe pihet. Nëse duam që të përgatisim një çaj, kjo bim është e mrekullueshme edhe për frenimin dhe vrasjen e qelizave kancerogjene. Atëhere,
mund ta shoqërojmë shumë mirë me pelinën e ëmbël që neve e kemi këtu, mund ta shoqërojmë shumë mirë me frutat e aronjës, aronia që është kjo këtu. Ja. Degët me gjithë gjethet e aronjës janë të konsumueshme në çaj ose? Po, patjetër, po, ja. Aronja. Kështu bëhet aronia. Është edhe në gjendje të thatë, konsumohet patjetër, po. Edhe kjo shijen e ka të athët, dhe me vërtet është gati në vlera, mund të themi, të parafërta me kumbullën, me boronicën, por këto antocianinet i ka shumë herë më të fuqishme se kumbulla. Kjo aronia. Atëhere, i marrim këto, afërsisht, ja kaq një lugë çaj me kokra, që hidhen të kjo gota e çajit këtu, 10-15 kokra të aronjës, dhe një lugë supe nga pelina e ëmbël. Hidhen 300-400 ml ujë, e lëm 10-15 minuta, dhe pastaj kullohet. Ky çaj pihet gjatë ditës. Pra, në këto raste, nëse ne do të hapnim edhe pelinën e ëmbël këtu diku që e kemi, do të vini më re që kjo fillonte që të jepte organizmit një rritje të rezistencës së tij. Tjetër, gjithë të kombinime dhe me madhështinë e natyrës kemi krijuar çajra fantastik. Duke qenë që hibiskusi ka në brendësi të tij atë vitaminën C në sasi të madhe. Ta përdorim në funksion të imunitetit. Antioksidantët në funksion të imunitetit. Ka plot njerëz që kur bëjnë ato analizat e gjakut, leukocitet dalin në vlera, për shembull 2000, 1500, 2500, 3000 e kështu me radhë. Si thuash, një ushtri krejtësisht e paaft për të mbrojtur organizmin e njeriut. Atëherë, duke ditë që ky ka këtë vitaminën C, por na duhet edhe disa shtytës nxitës të tjerë që palca e kuqe të na prodhoj më shumë ruaza të bardha dhe të kuqe, që ai sistemi ton mbrojtës limfatik të hedhi në gjak mbrojtësat e tij, sidomos këto limfocite tau që të jenë mbrojtëse. Pra të kemi ushtrinë mbrojtëse tonë. Atëherë, nëse ne do të mirnim për shembull një gotë hibiskus, atëherë, kjo, po patjetër, sepse kjo është fshesa e keqe. Ka plot në vendin tonë. Pas ka marrë këtë emër, sepse të tillë ka veprimin edhe në organizëm. Bëhet tamam si fshes, po është me të vërtet një pastruese e toksinave, ja filluan që të ngrihen ato si push kështu nga lart, është me të vërtet tamam si fshes. Dhe po ta thajmë këtë, ne mund të na dali afërsisht një lugë gjelle. Atëherë. Mund ta shtojmë këtu vetëm hibiskus kishim ndërkohë? Jo, prit se kjo na duhet. Afërsisht ne duhet të marrim një lugë gjelle fshes të keqe, një lugë çaj me hibiskus dhe ta hedhim këtë në 400 deri në 500 ml ujë. Atëherë, ky çaj lihet 10 deri në 15 minuta, kullohet dhe do të vëmë re brenda një periudhe 3-4 ditore, 5 ditore, leukocitet do të jenë të dukshme në rritje. Atëherë, ky është çaj, pasi neve ta mbushim gotën. Do ta lëm dhe pak në të qëndroj, kjo mbushet afërsisht plot, vihet një kapak përsipër saj, e lëm afërsisht 15 minuta dhe pasi e kullojmë, mundet që në të shtojmë edhe propolisin me rigon. Për, si që thamë, për forcimin e imunitetit. Mundet që të përdoret edhe hibiskusi me gjethen e luizës. Pra që është kjo, dhe funksioni tyre do të jetë më i madh në drejtim të shkrirjes së dhjamit në organizëm. Hibiskus plus gjethe luiza, një çaj me... Plus gjethe luiza. Edhe këto kanë këtë aromën e limonit. Aromë karakteristike e limonit. Super. Ne do të shkëputemi, doktor, treguam shumë çka nga kombinimet me hibiskus, do të kalojmë pak në publicitet dhe do të vazhdojmë sërish bisedën për t'i bërë një përmbledhje e temës dhe si mund të përdoret pastaj edhe në funksione dhe në gjendje të tjera shëndetësore. Publicitet. Kemi përgatitur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na duen dhe një 2 të tjerë, plotësojmë stafin këtu brenda. Në sillni gota. Kombinime për çajrat. Unë t'i kam.
Atëhere. Ja, një hibrid të tërë me çajra, kombinime të çajit të hibiskus. Kësaj bime madhështore me shumë fuqi për organizmin që e kemi kanalizuar në disa gjendje shëndetësore, nga hipertensioni tek diabeti, për sistemin nervor, për sistemin limfatik, për sistemin imunitar. Pra një pastrues shumë i mirë, gjithmonë duke ja fuqizuar vlerat edhe rolin e tij në organizmin ton, duke i shtuar dhe bimë të tjera, duke i fuqizuar akoma më tepër, nga gjethet e rrushit të egër, tek gjethet e ullirit për diabetikët, edhe njëherë tek bari bletës, po ashtu për qetësim, po ashtu tek ginkgo biloba, gjithashtu, një kombinim fantastik, gjithashtu për qetësimin e organizmit edhe gjendjet e virusale me nenergjikun, me hibiskusin, e lam në fund fare, dhe tek këtë fshesën. Fshesa e keqe, po. Fshesa e keqe, kombinuar me hibiskusin, edhe kjo për sistemin... Për rritjen e leukocideve, duke u referuar disa... Por, le të vazhdojë më tutje. Duke ditur që këto kanë në përbërje të tyre komponent të fuqishëm të acideve organike, këto janë të mira edhe për vrasjen e kërpudhave të mykut të bardhë, pra për Candida albicans. Si mund të fuqizohet pak më shumë efekti i këtij çaji? Atëre, mund të marrim afërsisht 200 ml ujë, hedhim në këtë lugën e çajit me hibiskus, shtojmë dhe një lugë gjelle me rigon. Timoli dhe karvakroli, plus acidet që ndodhen këtu, gryhin, si thuash, ato këmbët e kërpudhave që janë të ngjitura në lëkurë dhe marrin atë ushqimin dhe bëjnë një pastrim të mrekullueshëm të lëkurës nga këto kërpudha nga këto tharmet me më saktë të kërpudhës Candida albicans. Do të vëmë re se ngjyra e kuqe e hibiskusit fillon që të më zbukuroj pak lëkurën. Kështu që nëse ne do të marrim pak petale trëndafili, pak petale hibiskusi dhe t'i bëjmë si çaj, atëhere në këtë rast është antimikotik i lehtë, por i jep një shkëlqim lëkurës nga jashtë. Pra, mund të përdoret hibiskusi edhe në dermatologji. Po dermatologji për mykun në lëkurë, po për mykun në organizëm, për mykun në gjuhë, në trup. Ky çaj përsëri mund të pihet. Por themi, po e njëjta bimë e kombinuar me rigonin ose trumzën, ose gjethen e ftojit, ose gjethen e mushmollës. Janë ato që kanë një si push nga poshtë, janë të mira për trajtimin e mykut të thonjve, tek midis gishtave të këmbës, ose kur kapin femrat këto pjesët poshtë gjokseve, kështu me radhë, bëhet një shplarje e tyre. Pra, ajo pastron dhe zbukuron. Nëse do ta bëjmë hibiskusin me petale trëndafili, ose hibiskus me kamomil, dhe ta bëjmë një shplarje të fytyrës, është një zbukurim dhe një bukuri trupore që vjen drejt për së drejti nga jashtë. Ndërsa pirja e çajit është që këtë bukuri trupore ne e përfitojmë nga brenda jashtë. Pra, nëse do t'i marrim në konsiderat këto, do të vëmë re që vlerat e këtij dhe përdorimet do t'jenë shumë herë më të shumta. Le të vemi tek një çaj relaksues, për shembull. Do pim një çaj për qejf. Para duhet të tregojmë që pirja e çajit duhet të jetë një kulturë në familjet tona. Dhe jo vetëm kur sëmuremi të pim atë çajin e ngrohtë dhe për gjendjet e viruseve. Po në përditshmërinë tonë duhet të zgjedhim dhe të forcojmë trupin, të mësojmë që çaji të jetë pjesë e rutinës tonë. Patjetër. Atëherë çfarë mund të bëjmë? Nëse duam një pije të ftohtë, atëherë e përgatisim çajin duke hedhur një lugë gjelle hibiskus, edhe pikërisht për shembull le të marrim këtë 2 deri në 3 gjethe pjeshke. Gjethet e pjeshkës preken shpesh nga një smundje, tafrina deformans, që është ajo përdredhësja e tyre, por në këto raste ne do të zgjedhim gjethe të pasmurura, pra jo të përdredhur, pra të sheshta. Atëherë, 2-3 gjethe të pjeshkës, të vendosura në një gotë me ujë, të shtuar duke shuar një lugë çaj me hibiskus, e lëm çaj le të jetë i nxehtë 10 minuta.
gjithçka që këto kanë në masën mbi 60%, 65%, pra këto fitokimikate që ndodhen brenda tyre, kalojnë te gota e çajit. Brenda në çaj shtojmë një lugë çaj me mjalt dhe 2 kuba me akull. Ky çaj është i mrekullueshëm për të pirë edhe në stinën e verës. I shishëm edhe i shëndetshëm. Verë, dimër, vjesht, na duhen çajra përforcuese dhe që ne bëjnë mirë organizmit. Dhe fundi, doktor, që ta mbyllim. Një çaj për rregullimin e ciklit menstrual të vajzave dhe gratë. Atëherë, nëse do të marrim, për shembull, 3-4 gjethe sherebel, 3-4 gjethe nga bima e mantelit të zonjës. Një lugë çaj hibiskus, ti hedhim në 400-500 ml ujë, ti lëm afërsisht 10-15 minuta, ti kullojmë dhe do të përdoret ky çaj gjatë ditës. Do të vëmë re që kemi një rregullim të ciklit. Pra përdoret gjatë gjithë muajit, jo vetëm kur vjen cikli. Jo, mund të përdoret 7 deri në 10 ditë në muaj. E kuptova. Dhe nëse në këtë do të shtojmë edhe pak lule kumaku në 500 ml ujë, ose edhe një lugë gjelle bishtamith, mund ta përdorin me shumë efikasitet të gjitha ato femra që gjatë ciklit menstrual kanë dhimbje tmerrësisht të forta dhe të padurueshme. Shumë mirë dhe kjo për gratë dhe zonjat. Përdorimi i këtij çaji afërsisht 7-8 deri në 10 ditë para ciklit menstrual deri në ditën e parë të ciklit, do të vëmë re që femra gjatë ciklit do të jetë më se komode dhe plotësisht e lirshme. Me pa ato luhatit dhe dhimbjet që shpesh i karakterizojnë vajzat dhe gratë. Doktor, faleminderit, treguam shumë lloje çajrash sot, mezi presim që edhe ti provojmë shihet që secili prej kombinimeve na ofron. Të uroj javë të mbarë dhe shifemi të hënën e ardhshme në Bima dhe Shëndeti. Do ta keni puntatën e sotme edhe në kanalin tonë në YouTube për të kombinuar sipas preferencave dhe gjendjeve tuaja shëndetësore çajin e hibiskus. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.